بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin e vetëm të vërtet, meritorin për të adhuruar si Zot, s'ka Zot tjetër përveç Tij. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob i Zotit, pra njeri dhe i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë. Falenderojmë Zotin i cili na udhëzoi dhe na bëri ummet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E mirësitë e Zotit mbas kësaj janë për ne pafund. E çdo mirësi që e gëzojmë e kemi prej Allahut. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Çdo të mirë që e keni dhurat nga Allahu xhalla xhelaluhu. Elhamdulillah. Ne kemi nisur këtë cikël ligjëratash dhe po shkojmë drejt fundit të tyre në mënyrë që nezdadu ilmen wa nuran wa imanen, në mënyrë që të na shtohet dija, të na shtohet drita e Zotit për ne dhe të na shtohet imani dhe besimi. Ashtu siç ka thënë Zoti xhalla xhelalu në Kur'an, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujto, sepse besimtarve për kujtimi do t'ju bëj dobi. E në vazhden e hoxhallarëve kemi sonte hoxhën e nderuar, muftiun e malësisë madhe, hoxhën e madh dhe muftiun e madh të malësisë madhe, i cili na ka nderuar me ardhjen e tij sot, na ka respektuar me prezencën e tij. Ndjehemi të nderuar që ai është sot mesin ton dhe shpresojmë që të gjithë do të përfitojmë prej këshillave dhe prej fjalëve dhe prej porosive të tij. Mufti i nderuar, Allahu të shpërbleft, Zoti të nderoft, Allahu ta shkryt për sevap lodhjen dhe mundin, edhe ne përfitofshim nga këshillat, nga porositë që ti do na japësh. Zoti të nderoft. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Me emrin e Allahut, bëmirësit, mëshiruesit, mëshirëplot, i kërkojmë mbrojtje Allahu subhanahu wa taala nga sherri i shejtanit, i cili është armik i përbëtuar i njeriut që me krijimin e Ademit alayhis salam dhe deri në ditën e Kiametit. I kërkojmë Allahu xhelle xhelalu mbrojtje prej sherrit të tij, sepse ai ka marrë premtim nga Allahu xhelle xhelalu që t'i humbi bijtë e Ademit, përveç ata që kanë besu në Allahun subhanahu wa taala dhe bajnë vepra të mira. Dëshmia se nuk ka Zot tjetër më të drejtë në adhurim përveç Allahu xhelle xhelalu dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam vula pejgamberve, më i dashur i Allahu xhelle xhelalu në faqen e kësaj toke, sa është pejgamberi i Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duhet ju përshëndes të gjithë dhe me përshëndet e ngrohtë islame, me përshëndet e banorët të xhennetit, të cilës assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
paqja, begatia, mirësia Allahu qofshin për mbi ju. Të nderuar besimtar, e falenderoj Allahun xhelle xhelalu që na bani të mundur të jemi bashkarisht në këtë xhami, jo se do të sillim diçka të re para kollozit të dijes mbartrojes shqiptare. Hoxha nderuar Ahmet, Allah shpërblet të mira për ftesën e tij, por dhe ju për prezencën e juaj në këtë ligjërat të shkurtër. Ne falenderojmë Allahun xhelle xhelalu se na ka zgjidhur dhe na ka bërë prej më të mirit ummet në faqen e kësaj toke, që nga Ademi alayhis salam dhe deri në ditën e Kiametit ne jemi popull më i përzgjedhur, se kështu është ajeti kuranor. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, jeni popull më i përzgjedhur në rrugësor. Për çka? Sepse urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja, besoni në Allahun xhelle xhelalu. Dhe po na afrohet mysafiri më i mirë prej Allahu xhelle xhelalu, mysafiri i cili na ngroh zemrat, na pastron shpirtin, na shton devotshmërinë, na shton vllazërdhëkun, na shton harmoninë, na largon inatdhëkun, na largon smirdhëkun, na largon çdo cytje të shejtanit. Po na vjen mysafiri i Allahu xhelle xhelalu me mirësitë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për të, muaj i begat i Ramazanit. Dhe lutim Allahun të na bëjë të arrijmë këtë muaj të begat Ramazanit dhe ta marrim shpërblimin i cili është i panumërt prej Allahu subhanahu wa taala. Me që jemi më i miri ummet në faqen e kësaj toke, dihet ajo pse? Sepse kemi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më të dashtën e Allahut. Kemi Kur'anin famlar i cili është libri më i qartë, i cili s'ka pranuar dhe nuk pranon devijime dhe nuk do pranojë devijime deri në ditën e Kiametit. Kemi atë cilin ne na bashkon, shahadetin, namazin, agjerimin, zeqatin, haxhin. Kemi këto mirësi që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ky mysafiri Allah që po na mbrin me mirësina të mëdha. Prej në fillim, që agjerimi kanë obligim për tonë popull për para nesh, por ndryshon me ne. Agjerimi ka kanë obligim për tonë popull për para nesh, ama ndryshon me ne. Ne kemi tjetër kategorinë këtë agjerim, ose kemi tjetër nivel, ose kemi tjetër shkallë shpërblimit tek Allah subhanahu wa taala si ummet. Për çka? Ne thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për çështën e agjerimit, kullu amal libn Adem. Çdo punë për këtë birit të Ademit. Përveç agjerimit thot Allah subhanahu. Agjerimi thot është imi, dhon shpërblej për te. Subhanallah. Nëse njeriu në ditën e sotme, sidomos në ditën e sotme, nëse e ke një njeri që të don fort dhe ti i mbështetun tek ai për shumë çështje, për dashuri, për ngrohtësi, për mbrojtje, për ndihmës, për shumë gjëra, nihesh i fort, nihesh i fuqishëm. E subhanallah, me kanë Allahu xhelle xhelalu në krahin tant, me kanë Allahu me ty, me dasht Allahu, me shpërbly Allahu. Po kjo është shoqëria dhe kjo është mirësia më e madhe që mund të ketë njeriu në faqen e kësaj toke, me pas Allahun me ty o njeri. Ky muaj i begat i Ramazanit bjen me vetën e tij rahmetin e Allahut, pra mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Bjen me vete ky muaj i begat i Ramazanit dhuntin e madhe, rëndësinë e kuj të zbritjes së Kur'anit, vlerën e zbritjes së Kur'anit, sepse ndodhet në te një natë madhështore, një natë sa nëse do gorisim të sa vite jetë, një vlera një natë e kadrit. Nuk do të ndalem te kjo sepse hoxhallarët që kanë paramet do të mund të kenë fort, por dhe hoxha alhamdulillah shumë
Unë pata dëshirë të ndalem një prej ajeteve të Kur'anit famlart. Allah subhanahu wa ta'ala po thot: "Wabtaghi fi ma ataka Allah dar al-akhirah. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk." Allahu Jalla Jalalu komplet Kur'anin e ka zbrit në fazat të ndryshme, dhe këtë e dina, alhamdulillah. E dina edhe shkaqet e zbritjes së Kur'anit. E dina se dhe kuj edhe për kë ka zbrit ajeti kuranor. Në ka të regu historinë e shumë pejgamberve, në ka të regu historinë e shumë zullumqarve, në ka të regu jetën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ka të regu edhe për ne, ka të regu për xhennetin, ka të regu për xhehenemin, ama ky Kur'an, si që ka pas vlerën kur ka zbrit mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka vlerën edhe sot, dhe ka vlerën deri në ditën e Kiametit. Dhe ne për ditë marrim mësim prej Kur'anit famlar. Për ditë marrim rregulla prej Kur'anit famlar. Për ditë. Lexojmë njeriu që ka lexuar mas shumë ti Kur'anin, nëse e pyesim se sa ka kuptuar prej Kur'anit, çka do të na thotë? Unë sikur jam të lexuar s'parit Kur'anin. Edhe pse shumë prej Kur'anit ka lexuar dhe ka kuptuar prej tina. Ky ajet kuranor na ban me me kam në tokë si musliman. Se na thot si ajet kuranor që mos e nënvletëso çat ka dhënë Allah për jetën e përtejme, për ahiretin. Po të njëjtën në gjallë këtë dynja që i ke, pjesa që të kënë prej kësaj dynjaje dhe këtë mos e refuzo, pra mos anashkalo pjesën kësaj dynjaje. Dhe që shumë e rëndësishme, ajo që unë për këtu do të ndalem pak, wa ahsin kama ahsan Allahu ilej. Ama sillu mirë, si kur të ka dhënë Allahu mirësina për ty. Allah të ka begatu. Allah të ka dhënë mirësinë e imanit, o njeri. Allah të ka dhënë mirësinë e islamit. Allah të ka dhënë Kur'anin famlar. Allahu të ka dhënë pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka ardhur në këtë dynja, ka nejnë në këtë dynja dhe s'ka ikë prej kësaj dynjaje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa na tregu çka na duhet ne në këtë dynja. Qysh se kena ardhur derisa të ikum komplet jeta e njeriu. Pra qysh se kanë këtë dynja dhe derisa të ikish prej kësaj dynjaje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'kishte ikë prej kësaj dynjaje pa na tregu çka është e nevojshme për ne, çka na duhet ne, çka na lypet ne, çka duhet me bën dhe çka duhet mu ndalu. Tanë ne ka dhëtu pejgamberi alaihi salatu wassalam. Ky ajet kuranor, shkaku i zbritjes së këtij ajeti kuranor është për Karunin, për një prej dietarëve në kohën e Musait alayhis salam, prej Beni Israilëve. Ka qenë shumë i fuqishëm, ka qenë shumë i dijshëm, ama ka qenë edhe shumë pasanik. Sa që qelsat e pasunisë së tij nuk mujtë me majt një person, se ishin shumë edhe të mëllaj, pra u doshin shumë burra me majt qelësat e pasunisë që kishte ky person. Mirë po, filloj me hy vetja në qef, që unë jam, mu vesh me stolina, mu me nëmlu para populatës, dhe me u thanë njëzë që gjithçka çka e kam prej dijes time. E kam prej kujna? Prej dijes time. Mirë, njeriu kur erdh në këtë dynja, a ka ardhur me dije? A ka ardhur me pasuni? A ka ardhur me famë? A ka ardhur me potencial? Jo. Gjithë ato ka ardhur rrugës. Mi po këto që kanë ardhur rrugës, kusht i dha? A nuk është Allah subhanahu wa ta'ala? Madje njerëzit fillun me këshillu. Unë tha gjithçka e kam për vetvetes time. Pra të regoj me në malësi para mirësive të Allahu Gjelle Gjelalu. Mos mirënjohës prej bereqetit që ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala dhe në nëshmimi i popullatës, se filloj me nënshmu dhe popullatën e ti.
Sa që njerëzit fillun me këshillu, mirë po Allahu xhalla xhelalu çka i bani? E fundosi komplet. Allah subhanahu wa taala fundosi komplet iku çështja e tij. Ku i shkoi gjithë ajo fam, gjithë ajo potencial ai çka kishte, ku i shkoi? Vëllezër, besimtare. Ky Ramazan që vjen, për ne vjen me na rikujtu se nëse unë e quaj vedin namazli, nëse unë e quaj vedin Ramazanli, nëse unë e quaj vedin sadakatli, nëse unë e quaj vedin haxhi, nëse e quaj vedin umregji, nëse e quaj vedin që di me lexu Kur'an, nëse e quaj vedin se jam, muaji i Ramazanit a shkak që mu bashkarisht me gjithë secilin prej nesh, fillimisht dhe mbarimisht mirënjohës karshi Allah subhanahu wa taala. Pra me falendëru Allah subhanahu wa taala që më zgjodhi prej ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me falendëru Allahun xhelle xhelalu që më bani risk me kënd prej njerëzve që falin namaz. Me falendëru Allahun xhelle xhelalu që më bani risk me kënd prej njerëzve që agjërojnë. Me falendëru Allahun që më bani risk me kënd prej njerëzve që lexojnë Kur'anin. Me falendëru Allahun xhelle xhelalu që më bani risk me kënd prej atyre njerëzve që japin sadakan dhe japin zeqatin në muajin e begat Ramazanit. Me falendëru Allahun xhelle xhelalu që më bani risk me kënd ndoshta prej umregjive në muajin e begat Ramazanit. E me falendëru Allahun subhanahu wa taala që më bani Allahu risk me kënd inshallah shkaktar sebeb me i dhan ushqim një fukarajit, një iftar, një sëfyr. Dhe çka? Dhe mos me dalën pas që unë e dhaq. Që unë e maj një familje, unë e maj një lagje, unë e maj një katon, unë e maj një qytet, jo. Me falendëru Allahun për këtë mirësi, ama ta di se po të vjen një muaj i begat, një muaj i mirësive të mëdha prej Allahu xhelle xhelalu, dhe mundohu me kënë si Ebu Bekër Siddiq, si Omer ibn Khattabi, si Uthman radiallahu anhum xhemian, me kënë për atyne që kur e kanë lanë sadaken, apo kur e kanë ndihmu njeriun fukaram, s'kan dalë me lanë të Allah. Për çka kanë thanë? Se njerëzit kanë pa që kanë lanë, ama s'kan tërgu, s'kan fol. Ju anë shpreh njerëzit që a nuk duhet të jem unë falenderus karshi Allahu xhelle xhelalu për këto mirësi që mi ka lanë, për këto pasuni që ma ka lanë, për këtë mundësi që Allahu më përdori, për çka? Me kemë prej njerëzve që jep në muajin e begat të Ramazanit. Muaji i begat i Ramazanit për ne vjen si një dritare e re që na e shton imanin dhe na largon ose na pakson mosbesimin. Ne na thot pejgamberi alayhi salatu selam, hadithin madhështor, shpesh e përdor këtë hadith, el imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'asi, që imani shtohet dhe paksohet. Shtohet me devotshmëri. Muaji i Ramazanit plot devotshmëri është. Plot devotshmëri është muaji i begat Ramazanit. Muaji i Ramazanit na i zbut zemrat mas shumti, na afron me njëri tjetrin, na bashkon me njëri tjetrin, na bashkon në iftar, na bashkon në namazin e yatsis, na bashkon në namazin e teravis, na bashkon në vepra të mira, na bashkon në sadaka, na bashkon në lexim Kur'anit, na bashkon në urdhrim për të mirë dhe në ndalim nga e keqja. E ky muaj i begat Ramazanit ka shkak që ne të ngritemi në devotshmëri. Muaji i Ramazanit vetëm se na ripërtrin imanin edhe mas shumti. Ama si tjetë muslimani në Ramazan, mundohu musliman me vazhdu edhe mas Ramazanit me të njëjtën mënyrë. Pse? Sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam janë örnek për ne, janë shembull. Ata kanë jetu me Ramazan 6 muaj para se mu ardhë Ramazani.
Dhe kanë jetu me Ramazan edhe jashtë masi ka ikë Ramazani. Pra gjatë gjithë jeta e tyne ka kënë ibadet, iman, agjerim, sadaka, lëmosh, urdhrim për të mirë, ndalim nga e keqe, gjitha këto kanë kënë. Po prej kujna, sepse muji i Ramazanit është muji që e karikon muslimanin, që e banë musliman me kanë maj dëvoqëm, maj afrushëm me xhamin, por edhe maj dashtëm me njani tjetrin. As në mjafton hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam që betohet në Allahun xhelle xhelle, çka na thot? Walladhi nafsi biyadi la khulufu fam as-saimi atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Thot pasha Allah ose pasha atë në cilën në dorën e tij shpirti im, era e gojës së agjeruesit është më e këndshme te Allahu, më dashur te Allahu se sa era e kujna e miskut. Misku dihet, botërisht, misku është aroma më e mirë në rruzën toksor. S'ka si misku. E për këtë e ka diftu pejgamberi alayhi salatu wassalam, o besimtar, që të ka gëzu Allahu xhelle xhelalum dhe të jesh fatlum që Allahu subhanahu wa taala bashkarisht inshallah na mundson që të jemi në Ramazan. Është mirësi prej Allahut për ne që jemi ala në faqen e kësaj toke, që kemi mundësinë e agjerimit, kemi mundësinë e namazit, kemi mundësinë e leximit Kur'anit, kemi mundësinë e sadakas, kemi mundësinë e iftarit, kemi mundësinë e syfyrit, kemi mundësinë e veprave të mira, e ta shfrytëzojmë këtë mundësi sa jena mi faqen e kësaj toke. E kja është një mirësi e madhe prapë që Allahu xhelle xhelalu na ka gëzu me këtë mirësi. Ti kthemi hadithit për cilin po them që era e gojës së agjeruesit është më e këndshme te Allah se sa era e miskut. As mjafton ky përshkrim që ka diftu pejgamberi alayhi salatu wassalam, as mjafton o musliman dhe ta lesh Ramazanin se me pretekst që s'mund të ri pa bukriune, pa hangër, pa piri, ama pa cingare s'mund të ri. Pse justifikim është ky, subhanallah? Pse justifikim është ky që të thuj muslimani dhe muslimania që unë pa bukri dhe pa ujë, ama pa duhan nuk mund të ri. E çka? Kena një gjuhë që hoxhallar po thonë që dasha mu shpagu Ramazan se nuk je që mundesh me agjeru Ramazan, e po paguaj Ramazanin, e ka malet. Jo, subhanallah. Ajo nuk është as për ty, as për mua, as për atë, por është për atë person i cili është i smur, ndoshta nuk i pritet shërimi i tij, po nëse njëri që është shumë i smur, ai e shpagun Ramazan se kthehet atira, pra nëse rikthehet shnedi atij jepet mundësia mi përsërit, pra mi plotësu ditë që kanë ikë prej mujtë e begat të Ramazan. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilejk. Ban mirë si ka ba mirë Allahu karshitejet. A na ka ullzu Allahu në rrugën e drejt? Po tash unë takjaj vetëm hadhin tem, pra tash unë t'jem vetëm që elhamdo, unë jam për vetja jam në regull, a fali namazin, elhamdulillah, mirë jamon, a fa agjeroj, mirë jamon, a jabë zë që unë mirë jamon, po aj që ki rrëth vihtës tane, po aj shoku jetë të puna, po aj të jetesa, po aj bashorti bashorten, po bashorti a bashortin, po prini fëmin e ti e kështu me rral, një ta që ka i kene në hyqmin tanë o njeri, është përgjësi e jemja dhe jotja, që me ba mirë, mu silë mirë, si që silë Allahu mirë për mu, se Allahu ma ka mundësu me thanë shahadetin, Allah ma ka mundësu me mësu abdesin, Allah ma ka mundësu namazin, Allah ma ka mundësu, me që mi ka mundësu Allahu këto, pse mos ta përdorën këtë mirësi që më ka lanë Allahu xhelle xhelalu, edhe unë ta përdorë këtë mirësi karshitjerve, të bahem sebeb që mujnë e begat Ramazanit, unë mos ta mroli ftyrën, po t'jem i busqeshen. Sepse busqeshja jote në ftyrën tjetër është sadak, lëmosh. E ndoshta ma të busqeshen tane, bahe shkak që dikush më ullzu në islam, që dikush me ardhë në xhami, që dikush me agjeru, që dikush me ju kthy Kur'anit, që dikush me ju kthy veprave të mira. Në kujtohet një shprehje shumë e bukur. Njerëzit janë shumë të mirë,
Njerëzit janë shumë të mirë, gabimi është tek ne. Njerëzit i ngjasojnë sikur një gote, pa një gote e cila është e mbushur me ujë, ama i hedhë sheqerin te. Nëse sheqeri nuk trazohet, ti e pin ujin ama s'ke pi gja, vetëm ujin sheqer ka ngel në fund. Nëse ke trazu sheqerin, komplet gota është ba e amel. Kështu janë edhe njerëzit. Njerëzit kanë nevojë që ne t'u lëvizim zemrat e tyne, po ne u lëvizim zemrat njerëzve edhe me shikim, edhe me fjalën e mirë, edhe me urdhrimin për të mirë, edhe ndalimin nga e keqja. E këtë mirësi e kena gjithmonë, po mas shumë ti e kena në muajin e begatë të Ramazanit. Mas shumë ti e kemi në muajin e begatë të Ramazanit. E si ta tillë ne ta vlerësojmë, e si ta tillë ne të punojmë në këtë mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E falenderojmë Allahun se je musliman. E falenderojmë Allahun se të ka bërë Allahu rizq me këmbë pe njerëzit që falin namaz. E falenderojmë Allahun që të ka bërë Allahu rizq me këmbë pe njerëz që jep zakatin. E falenderojmë Allahun se të ka bërë Allahu rizq me këmbë pe xheruzve. Në këtë mënyrë është falënderim dhe këtu je mirënjohës Allahu xhalla xhelalu. Por thjesht ta mbash për vete? Jo. Atëherë ndoshta fjala jote tek i afërmi jem ndikon më shumë se imja. Shfrytëzoje këtë moment. Ndoshta ti që je komandanti, drejtori, profesori, që je kryesori në një pozitë që je, e ke atë autoritetin tanë dhe me buzëqeshjen tane, me dashamirësinë tane, me urtësinë që të ka dhënë Allah subhanahu wa taala, mundesh mu tregu njerëzve se kështu është Islami. Unë sot agjeroj se Allahu në Kur'an e famlar na ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që të keni besu, o është bë obligim agjerimi, sikur ishte tek popujt, pasi kur ishte obligim tek popujt e tij përpara jush. Rëndësia e madhe që njeriu mund ngrit në devotshmëri, me shtu devotshmërinë. Ramazani vjen me ta shtu devotshmërinë. E u tregon njerëzve çfarë vlerë ka muaji begat Ramazanit. Jo se gjatë Ramazanit unë do bin pesh, edhe të tregoj ka me kanë maj letë në trup. Jo, unë agjeroj se e di dhe arrim e kuptu nevojën e nevojtarit që ndoshta s'ka çka me hangër dhe s'ka çka me ushqy vetën ti dhe familjen e tina. Unë zgjohem herët në syfyr dhe di hadhin ati që shkon herët në punë, se çfarë do thot me kanë me prish gjumin. Ripa hangër dhe ripa dhe vazhdoj dhe vizitoj të sëmurin, edhe baj veprat e mira dhe lexoj Kur'anin dhe gjitha këto vetëm se ta shtojnë devotshmërinë, duke kënë tin këtë status, u tregon njerëzve mirësinë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Njeriu nuk duhet të harroj kurrësi pjesën e kësaj dynja që të ka dhënë Allahu xhalla xhelalu. Pjesën e kësaj dynja ti mos e harro, ama gjithmonë mos thuaj që unë me djersën e ballit e kam, unë me urtësinë time e kam, por thuaj që kjo është mirësia Allah subhanahu wa taala. Allahu më ka begatu me këtë çështje dhe falenderoj Allahun subhanahu wa taala për çdo mirësi që më ka dhënë. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, ky muaj i begat i Ramazanit që po na afrohet, vjen me mirësinë e solidaritetit mes njëri tjetrit. Sa se vapi, a ka shumë fishim në Ramazan? A ka 11? Jo, nuk ka shumë, nuk ka numër, domethënë, nuk mundet mu nimru, mu dhon numri sakt sa shpërblimi për veprën e mirë që e bën ti në Ramazan. Jashtë Ramazanit 11. 11 jashtë Ramazanit. A në Ramazan e kalon 10, 70, 100, 100 fishin, 700 fishin, ashtu me radhë pa numër. Pa numër. Mirësia që jep Allah subhanahu wa taala. Prandaj ne me qemin pra këtë Ramazanit t'ja bëjmë vetvetes tonë detyrë, të bëjmë program vetvetes tonë në muajin e begat Ramazanit, të jemi për atyre njerëzve që ndryshojmë sjelljen tonë,
në radhë parë, në raport me Allahun. Sepse shpeshherë na ik namazi me xhamat. Shpeshherë na ik namazi ndoshta edhe si kohë namazit. Shpeshherë e kena lanë Kur'anin thjesht në raft atje dhe se kena prek. Shpeshherë kena nej pa agjeru. Shpeshherë kena nej e kena pa njeriun e varfën dhe se kena ndihmum. Shpeshherë kena pa shumë gjë që ka ken mundësia mu ndryshu dhe me kontribu dhe kena lanë, le tjetë ky muaj begat Ramazanit sebeb dhe shkaktar dhe program për vetë-vetën tonë për me pas mirësin në veprat tona me marrë shpërblimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa t'ja bajmë program vetë-vetës tonë që ta respektojmë syfyr, ta respektojmë namazin, ta respektojmë agjerimin, ta respektojmë rujtjen e gjuhës, sidomos gjatë muajit, ai gjithmonë është sevapi i madh, ama gjatë Ramazanit sevapi është më i madh nëse t'jepet mundësia me bën një përgojim apo një ofendim apo një diçka, një tridhim gjatë Ramazanit, thuj gojës stop. Stop thuj gojës gjatë muajit begat Ramazanit. Ma mirë thuj la ilaha illallah, se sa me fol diçka që s'është për me fol, ruan vetveten tane, përmirëson imanin tan, largohesh prej veprave të këqija, largohesh prej gjunaheve në këtë muaj të begat të Ramazanit. Bëna program vetvetes tane me lexu Kur'anin famlar. Jo vetëm një herë hatme, por nëse mundesh edhe më shumë ti vallaj, sepse sevapi është i madh. Siç na difton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur na thot, nuk them thot elif lam mim harf, po them elif harf, lamun harf, o mimun harf. Gjithse cila është gërm në vetveten e saj. Shpërblimi i saj është 11. Çfarë shpërblimit mallor ka muslimani nëse lexon Kur'anin gjatë muajit të begat të Ramazanit? Sepse ndrysh është muaj që ka zbrit fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, muaj i Kur'anit famlar, e si atill le ta lexojmë Kur'anin, lexim ama dhe me kuptim ama dhe me praktikim, sepse Kur'ani famlar nuk ka zbrit thjesht vetëm si fjala Allahut, vetëm mu një gjuhë, por e ka zbrit mu kuptu dhe mu praktiku. Nëse dojna me kenë prej asaj cilësi që na ka thënë Allahu xhelle xhelal prej në fillim ku thaç, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jeni popull më i përzgjedhur në rrugën toksor, sepse urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja, besoni në Allahun xhelle xhelal. Ky në ajet kuranor ka ardhur, pra në Kur'an është ky ajet kuranor. E ky ajet kuranor mbart mbi vetveten e tij këshilla mallore për ne. Në radhë parë që Allah na ka si hariqu, na ka treguar që jeni popull i përzgjedhur, ama na ka thënë se duhet çka të urdhëroni për të mirë, të ndaloni nga e keqja, të besoni në Allahun xhelle xhelalu. E muaji Ramazanit është specifik për ne me urdhëru për të mirë, me ndalu nga e keqja. Imani aty tregon vetë, nëse ne urdhërojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, imani do shtohet. Dhe jemi me të vërtetë për njerëzve që kanë besu në Allahun subhanahu wa ta'ala. Të flasësh për mirësin, begatin që na ka dhënë Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar, po dhe një ajet njeriu nuk mund ta japë shpjegimin për një minutazh që mund të jetë, por të flasësh me ditët e tona, me javët e tona, me muajt e tona, me vitet e tona, nuk mundemi ta komentojmë mirësinë e Allahut në Kur'anin famlar. Po elhamdulillah, mjaftojmë me mirësinë që na ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, begatinë e tij me Kur'anin famlar, me muajin e begat Ramazanit, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, dhe ta shfrytëzojmë këtë moment që jemi në faqen e kësaj toke, ta falënderojmë Allahun xhelle xhelal për mirësitë shumë që ne ka dhënë, të jemi për atyre njerëzve që e dim mirësitë Allah për mbi ne, dhe këto mirësi që ne ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, të themi, të shprehemi që janë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Të tregojmë bujari, zemërngjarësi, zgjuarsi, dashuri mes njëri tjetrit. Një këshill për gjithë vëllezërit që kanë fëmijët e tyre në muajin e begat Ramazanit. Po dhe jashtë Ramazanit, mundohu që fëmijët tanë jo vetëm ti bërtasësh,
I vetëm ti të çosh dorë, të vesh dorë për mbi te, po ti thuash që mos ti thuash që të vret Zoti, po të vret Zoti për ç'pe pe banat. Jo, çka ti thuash? Zoti na don nëse ne bëjmë vepra të mira. Zoti na don nëse themi të vërtetën. Zoti na don nëse agjerojmë. Zoti na don nëse ne flasim mirë. Zoti na don nëse duam janë një tjetrin. Zoti na don nëse ne bëjmë këtë pa ti gjithmonë do të japesh pozitivitet te fëmia jot. Por edhe ti edhe në jetën e çiftit mundohuni të jeni njerëz që jepni mësim fëmijës tuaj pa orë mësimit, vetëm me sjelljen tane, me sjelljen tuaj mes njëri tjetrit, mundesh me i dhanë fëmijës tan mësim pa pas nevojë me pas një mësues, sepse ai do shohë sjelljen tane, do shohë sjelljen e juaj dhe ai fëmijë e mori mësimin vetëm me të bërtitmen tuaj apo me ofendimet e juaja, por merr mësim edhe buzëqeshjen tuaj, edhe me dashurinë tuaj, edhe me respektin tuaj, por edhe me imanin tuaj. Nëse fëmia të shef tu fal namaz, edhe ai do ta falin namazin. Nëse fëmia shef nanën e vet që ka vënë mbulesën, edhe vajza ta vaj mbulesën. Nëse fëmia e shef prinin të shku në xhami, edhe ai ka më arë në xhami. Nëse fëmia e shef prinin të lexoj Kur'an, edhe fëmia do lexoj Kur'an. Njëjtën gjë. Fëmia është kopja e prinit të tij. Mos thuj ma vonë se çka ma gjet fëmin dhe si u bë ky fëmijë dhe si doli ky fëmijë kështu, ai fëmijë ka pa shembullin e vet në prinin e tij. Prandaj, ky muaj i begat Ramazanit është shkak që ne të përmirësojmë sjelljen tonë, punën tonë, ibadetin tonë, moralin tonë, këshillat tona, dashurinë mes njëri tjetrit. Muaji Ramazan është një mundësi e artë për gjithë secilin prej nesh për reflektim pozitiv. Lut Allahun xhelle xhelalu që ky muaj i begat Ramazanit të na gjej shëndosh e mirë. Lutim Allahun xhelle xhelalu që ky muaj i begat Ramazan që po vjen të na i fali gjunahet tona, të na shtoj veprat e mira. Lutim Allahun subhanahu wa taala që ky muaj i begat Ramazanit që po vjen të na bëj sebeb shkak për udhëzimin e të tjerëve. Lutim Allahun xhelle xhelalu që ky muaj begat Ramazanit ta zbukuroj këtë xhami dhe gjitha xhamia të tjera. Lutim Allahun xhelle xhelalu me xhamat. Lutim Allahun subhanahu wa taala beqarët tan, Allah të na i martoj dhe të martuarit tan, Allah me ulad hajrit na gëzoj. Lutim Allahun subhanahu wa taala studentëve ton, Allah diet hajrit ju dhuroj. Lutim Allahun xhelle xhelalu pleqëve tan, Allah jetë dhe shëndet të dhuroj. Lutim Allah subhanahu wa taala gurbeqarët ton, Allah nga çdo e keqe të na mbroj, me islam të na forcoj. Lutim Allahun xhelle xhelalu borxhlit tan, Allahu wa munsof që dalin prej borxhit. Lutim Allahun subhanahu wa taala neve të na udhëzoj dhe nëpërmjet nesh Allah të udhëzoj të tjerët. Lutim Allahun subhanahu wa taala siç na ka bashku në këtë shtëpi prej shtëpive të tij, të na bashkojnë në xhenetin e lartë. Lutim Allahun subhanahu wa taala ata të cilët u bën sebeb që ne jemi bashkarisht në këto minuta, Allah t'i shpërblej me të mira siç dinaj me shpërbly vepërmirësit. Lutim Allahun subhanahu wa taala për mirësi, për vete, për ju, për mbar besimtarët. Lutim Allahun xhelle xhelalu që fjala e fundit e jona të jetë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lutim Allahun xhelle xhelalu të na mundsoj të jemi për atyre njerëzve që janë të vetëdijshëm për mirësi që ka dhënë Allah subhanahu wa taala dhe vazhdojnë të bëjnë vepra të mira. Lutim Allahun xhelle xhelalu të na mundsoj të jemi për atyre që e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë atë dhe e praktikojnë. Lutim Allahun xhelle xhelalu të na japë mirësitë e tij të shumta që ka të pafundme. Lutim Allahun xhelle xhelalu të na gëzoj me xhenetet e tij të larta. Wa akhiri da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ما زال متسع من الوقت.
Alhamdulillah, Muftiu i madh i malësisë madhe e mbajti këshillën dhe porosinë e tij, duke na rikujtuar me, si më thënë, detyrat që ka Ramazani në jetën tonë dhe mirësitë e Allahut me këtë mirësi, si më thënë, bekimin e Zotit në këtë mirësi që i ka dhënë ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që quhet agjërim e që quhet Ramazan. Mufti Allahu shpërbleft, Zotit në roft, Allah ta shkruajt për sevap lodhjen dhe munin e shpërbleft ty dhe ata që kanë ardhur me ty, Zoti i shpërbleft. Vëllezër, Zoti ju nderoft, Allahu pra ju shpërbleft me të mira. Nuk ka gjë më të mirë se sa njeriu të mlidhet për hatër të Zotit, për hir të Zotit, për dëgjuar diçka, për të këshilluar me diçka. Me lajket e Zotit, elhamdulillah, janë prezent, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qetësia shpirtërore derdhet tek gjithë secili, mëshira e Zotit është prezente, sikur mos kishte asgjë tjetër mirësi, vetëm se këto që u përmendën, dhe fakti që Zoti i përmend njerëzit atje ku është ai, do të ishte më së mjaftueshme që njeriu të ketë takime të tilla dhe ndenje të tilla. Allahu na shtoft imanin dhe besimin dhe na përgatit për Ramazan që të japim hakun inshallahu taala. Me shpresën e të Madhit Zot, nesër do të kemi dhe një mufti tjetër, i cili përfaqëson zonën e jugut të Shqipërisë, muftiu i Beratit, hoxha i nderuar Bilbil Talla, Allahu e ruajt. Ai do të jetë nesër inshallah ligjërues në xhamin ton me shpresën e të Madhit Zot. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërbleft. Ndërkohë që sot mas